Përshëndetje miq, sonte është mbrëmja e 21 korriko 2026, siç e dini me 18 korrik 2026 ditësh tonë, sipas paralajmërimit ne kemi filluar tashmë zyrtarisht me mbledhjen e nënshkrimeve për peticionin për një ferizaj Paul Shevac, aktualisht peticionin më të famshëm në Republikën e Kosovës edhe ekskluzivisht në ferizaj. Kjo dihet pasi e kam po nga çdo qytetar gati, pothuajse nuk ka qytetar që nuk e ka marrë vesh ose nuk e din për çka bëhet fjalë. Dhe kjo është një sukses i jashtëzakonshëm që kemi bë me një kampanjë të gjatë për me e pas pjesë të fjalorit të qytetarëve të ferizajt, një ferizaj Paul Shevac. Tashmë kjo është bë pjesë e fjalorit të qytetarëve të ferizajt, të cilin si fjalor kam pas intens e fut edhe në mentalitetin tonë qysh kur e kam bërë publike me 4 shtator 2025 vitin e kaluar. Prandaj ky është po ashtu një sukses i madh dhe më vjen shumë mirë, i falenderoj gjithë qytetarët që e kanë pranuar si të tyre, ashtu siç kam dashur me pas këtë projekt si të tyre, si çdo banor i ferizajt, si çdo qytetar i ferizajt. Bile edhe më gjerë, po nuk kanë drejt ata qytetarë tjerë me nënshkruar këtë peticion, për shkak megjithatë i falenderojmë për mbështetjen që i japin. Shikoni, në këtë video desha ta bëj edhe video speciale, sidomos për diasporën, po nuk mujta pa u ndalë dhe mi falenderu gjithë qytetarët të cilët deri tani e kanë nënshkruar në mënyrë masovike peticionin për një ferizaj Paul Shevac. Jam shumë i kënaqur me mbështetjen që ka marrë ky peticion, me nënshkrimet tuaja, edhe tashmë jemi, siç e dini, në shtrirje, jemi duke mundu me ushtri në çdo pikë, me qenë sa më afër jush që ta keni më të lehtë ta nënshkruani. Për çdo problem ose për çdo pamundësi tuajën për ta nënshkruar, ju lutem më njoftoni dhe ne do të provojmë të gjejmë zgjidhje. Ani pse i kemi mundësitë e pakta në çdo aspekt, sidomos edhe në njerëz, siç e keni po dhe kemi kërku edhe vullnetar. Kështu, ndoshta do ta prej edhe këtë pjesë vetëm për diasporë, po kjo është e përgjithshme, se tashmë edhe diaspora ka fillu me ardhë edhe në Kosovë, cilë ju dëshirojmë misionet, të kalojmë pushime sa më të këndshme, edhe tash kjo i dedikohet atyre diasporës të mos të cilët janë ende në mërgem, edhe pushimet i kanë ndoshta edhe shumë më vonë, apo nuk do të vinë fare, prandaj unë e kam qysh herët e kam mendu dhe tashmë e keni po qysh të shtunën e kam publiku linkun ku ju mund ta shkarkoni në PDF peticionin origjinal. Dhe çka duhet bëni? Kjo vlen edhe për mrena ferizojt, do të thotë ku do mund me shkarku, e plotësojnë edhe vetë grupe, po veç e binë të qenë ajnë e kena plotësu veç me qenë të ferizojt edhe mbi 18 vjetë. Tash, ju qeni në diasporë, pra, e keni këtë mundësi, e shkarkoni peticionin, e shtypni, janë 25, është stabile me 25 rreshta, e plotësoni, do thotë të jeni qytetar të ferizajt dhe të jeni 18+. Kur të them qytetar të regjistruar të ferizaj, ke bie që do të me pas një dokument identifikimi, do thonë numrin identifikues që nis me 100 ose 200 që janë. Po ashtu, pasi ta plotësoni, e nënshkruani qytetar të ndryshëm ose qysh jeni të organizuar atje, se jeni shumë të organizuar sidomos në disa lokalitete, atëherë atë mund ta dërgoni në shumë mënyra, po 2 mënyrat më të shpejta, më të qasme janë që ose ja jepni atë listë ose ato lista jepni dikujt një bashkë adhetarit tuaj që veç e tonin që vjen në Kosovë, i bjen direkt te unë, numri i telefonit tim e keni edhe në peticion, se iniciatori do të me i pas dhonët e sakta, po edhe përja përsërisë këtu, numri i telefonit është +33 44 113 555.
qoftë edhe në Viber, qoftë në WhatsApp ose direkt në Vox. Më kontaktoni për çdo paqartësi që keni ose në email bashkim.fazliu@yahoo.com. Tash, të thotë këto të nënshkrimet, tash kur pja jep email nuk po tham që ju do të më dërgu të skanume se na edhe mi shtyp mund mos me na i pranu këta të Kuvend të Kosovës, prandaj të ma mirë mi post fizikisht. Tash, ose ja jepni mas dikujt, ose i postoni në adresën time, në këtë rast, Bashkim Fazliu, rruga Dumit Qëshori, 70.000 Ferizaj, Kosovë. Nëse keni ndonjë telashe, pra më shkruani direkt, pra keni dy mënyra, ju ftoj bashkëdhetorët tonë edhe që janë në diasporë, pra ta shfrytëzoni këtë mënyrë dhe të jeni pjesë e këtij momenti historik, pjesë e projektit e peticionit për një Ferizaj pa Roshevas. Një projekt i realizueshëm dhe që Kuvendi i Kosovës do ta votoj. Unë besoj shumë që do ta votojnë, pasi as nuk dua të mendoj ka njerë që mund të ketë ndonjë, sidomos ndonjë deputet shqiptar që mos ta voton një propozim të qytetarëve të Ferizajt përmes peticionit për me e shfuqizu emrin Oroshevas dhe me mbajt vetëm emrin Ferizaj në të 3 gjuhët zyrtare, siç e dini edhe në kërkesë. Prandaj që nga fillimi kam thonë që ne presim nga Kuvendi i Kosovës që ta miratoj këtë kërkesë të drejtë të qytetarëve tonë, ku siç e dini edhe në aspektin demografik janë vetëm 23 serb të regjistruar dhe nuk është asnjë kufa demokracie nëse dikush tenton me na imponu me e marrë një emër të pushtuesit, një emër që s'ka lidhje me Ferizaj e tjera. Po mbi gjitha, absolutisht nuk dua të dëgjoj absolutisht asnjë arsyetim. Nuk po them që janë duke e bo, po uroj që mos na provokojnë deputetët e Kosovës, po flas për deputetë shqiptarë, se mos që me u thinë arsyetime banale, jo s'na lojnë shkit, jo s'na lojnë serbët, jo s'na lojnë lista serbska, ja ne jo këni, mos u merrni me ta. Na kërkojmë 100 vota të deputetëve shqiptarë dhe 10 të deputetëve të komunitetit jo shumicë. Ose në 8 komunitetit jo shumicë, po shqiptarët 100 vota do të mi dhonë këto. Ai shqiptar që si jep këto, që s'po besoj që ka, po të të menu ka gja mirë, shka të bo. Prandaj unë nuk shoh që mund të ketë deputet të tillë, po mirë është mja kujtu me i paralimu. Prandaj kjo është një projekt shumë i drejtë, një kërkesë shumë e drejtë e qytetarëve të Ferizaj, një demokraci direkte. Pasi shikoni, peticioni është vegla, mënyra demokratike e garantume me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Një instrument direkt i demokracisë që quhet direkte të qytetarëve, ku qytetarët të organizuar i drejtohen direkt Kuvendit të Kosovës ose ndonjë niveli tjetër. Në këtë rast ne i kemi drejtuar Kuvendit të Kosovës. Dhe nuk ka çare Kuvendi i Kosovës mbas Kushtetutës dhe rregullorës punës Kuvendit dhe ligjeve të tjera që i kam lexuar dhe i dini, nuk ka çare pa e shqyrtuar çet peticion. Ato dine, edhe ata e din krejt, edhe kanë me shëtuar, e besoj që kanë me qenë të vetëdijshëm, të përgjithshëm, që një kërkesë që na mendojmë mi mbledh 20.000 shkrime ose më shumë, ata me e procesu edhe me votu. Po mos të mirë me ato se ata kanë me kry, se populli detyron me, se kjo është referendum. Nëse dikush mendon që e përsëris, kjo nuk është kundër serbëve, kundër askujt absolutisht. Na fjalom serbëve në gjuhën serbe Ferizojnë. Na si na të marrë me zubin për tokën. Nuk po këshymi zubin për tokën me Androjanin, që është komplet serbesh, bre. Zubin për tokë është ekskluzivisht në gjuhën serbe. Edhe na pëjthojmë zubin për tokë, edhe shqip, ke gjuhën. Prandaj Ferizaj ko më konë, qoftë shqip, qoftë serbesh, qoftë anglisht. Se edhe në fakt Ferizaj nuk është shqip, e kam përmend disa herë. Prandaj po është emri i themeltarit dhe do ta aprovojmë, edhe na po e pranojmë, me qenë i njëjti, do thënë 3 gjuhët. S'ka këtu asnjë shkelje, as nuk ka nevojë
mendim të sërve, absolut bile. Edhe të ke fund nëse ata mendojnë pastaj që ju ka bondu një pa drejt që është absurde, se ata gjithmonë të ju e diri qysh janë anku gjithmonë si ai shtu si qika Lozës, mirë po, sa shpune ju në me, ta le të bojnë shka dojnë. Shqiptarët, 100 vota të shqiptarëve e përsëris, 1 milioner kom e përsëri. 100 vota të shqiptarëve në kuti, a duart e nalt i duam për peticionin për një Ferizaj Paulshëvat. Ju përshëndes, sot është 21 korrek 2026, dëgjomi ku paskohe, puna është të jetë shumë mirë, jemi të ushtrimi organizim, vazhdojmë edhe në pika tjera, vazhdojmë mbështetje e mollë qytetare nga të gjitha subjekte, si që dini është rast i rrallë në historinë e Ferizaj, ndoshta edhe në Kosovë, që jemi mbledh të gjithë, nuk ka këto parti, që nga kryetari i komunës, që nga gjitha partitë politike në Ferizaj, edhe duke përfshi edhe partitë e komunitetit që jemi bo bashkë. Unë i falenderoj, kam falendëruar vazhdimisht, i falenderoj për respektin që kanë tregu edhe ndaj meje, që i kemi mbledh, kam arrit me mbledh gjithë, i falenderoj. Edhe me të vërtet është një rast që do të më vlerësu edhe me u shënu si moment reflektimi për gjithë kudo që janë. Se megjithatë kur të ka çështje të tilla, sikur që është tash një projekt i tillë që për një Ferizaj pa Oroshevac, mos të menon pro dikush që na së mbomi bashkë. Na jemi bo komplet qytetarët, jo vetëm shqiptarët. Se nuk është kjo kërkesë vetëm e shqiptarët, por është të gjithë banorëve të Ferizaj. Dhe kjo duhet mu lexu qartë, edhe është lexu e kanë po dhe media. Natën e mirë dhe vazhdoni qytetarë të Ferizaj ta nënshkruani me të madhe peticionin për një Ferizaj Paulshëvac. Qoftë në Ferizaj pro e rrethin, edhe qoftë në diaspor kudo që jeni. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Hajde, ciao.